Analizat e gjakut tregojnë shumë për trupin tonë. Por a e dini se mendja jonë mund të ndryshojë disa rezultate nga testet? Po, e vërtet. Gjendja jonë emocionale në momentin e marrjes së gjakut ka një ndikim të rezultatet e tyre. Kur ne jemi të friksuar, të stresuar, trupi lëshon adrenalin dhe kortizol. Të dyja së bashku rrisin përkohësisht sheqerin, ndikojnë te qelizat e bardha, madje ngjisin trombocitet mes tyre. Por, nëse merrni 3 frymarrje të ngadalta, të thella përpara procedurës, trupi qetësohet brenda 90 sekondave dhe zemra hormonet fillojnë të stabilizohen. Kështu, analizat e gjakut do të tregojnë gjendjen tonë të vërtetë dhe jo atë në ndikimin e stresit të momentit.